Mos blini bileta me kompaninë e fluturimeve Air Albania për momentin. Prej 3 dhjetorit, Air Albanias nuk i lejohet të fluturojë. Ndonse ky informacion nuk është bërë publik as nga kompania, as nga Autoriteti i Aviacionit Civil, Faktoje ka konfirmuar në rrugë zyrtare se nga 3 dhjetori operatorit kombëtar të fluturimeve i është pezulluar licenca e operimit nga Autoriteti i Aviacionit Civil. Kjo do të thotë se Air Albania nuk mund të transportojë pasagjerë, mallra apo postë. Air Albania e ka të ndaluar me ligj fluturimin të paktën deri në qershor të 2026-s. Kohë kjo për të përmbushur detyrimet. Kujdes! Nëse tashme e keni prerë biletën, mos shkoni në aeroport pa verifikuar fluturimin. Ruani biletën dhe çdo email konfirmimi. Dërgoni ankesë tek Autoriteti i Aviacionit Civil. Dhjetra pasagjerë kanë mbetur pa udhëtim dhe pas një rimbursim. Ndaj, informohuni. Mos rrezikoni paratë tuaja dhe ndani këtë video me çdo që po planifikon të udhëtojë.